Elhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ema ba'd, Allahun azza wa jalla falenderojm. Salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot me lenin Allah të fillojmë me ajetin numër 64 nga sura Al Imran. Sura Al Imran kryesisht deri diku në 80 ajete kuranore, pak ma shumë e pak ma pak, sipas shumicës së dietarëve, i ka përgjigjen ndaj ehli kitabit, veçanti ndaj krishterëve. Në veçanti ndaj krishterëve. Dhe jeni duke vërejt që prej fillimit të surës, të sureja, në detaje, ngërthen në vete, tregimin e Merjemës, Zekeriajt, Isës a.s., familjes së vet në përgjithësi. Dhe gjithë kjo është përgjigje ndaj delegacionit që kishte ardhur prej Nexhranit. Që kishte ardhur delegacioni në Medinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që prej Muhamedit sallallahu alajhi wasallam kërkonin disa pyetje dhe her pas here aty edhe zhvillohet një dialog dhe një polemik e cila shënohet në historinë islame dhe ka një domethënie jashtëzakonisht të madhe. Dhe në rrjedhoj të kësaj, si përgjigje ndaj pyetjeve të tyre dhe dilemave të tyre që kishin të bëjnë me Isën a.s. dhe familjen Al Imran, Allahu azza wa jall 70 ajete kuranore i shpall për tu, ju dhomë përgjigje krishterëve deri në ditën e gjykimit. Thot Allahu te bareke ve teala: "Kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum." Thot Allahu azza wa jall: "O pejgamberi jam, thuju ehli kitabëve." Ehli kitab kur përmendet Kur'an është për qëllim edhe krishterët, edhe jahudit, edhe ebrejt. Dhe ka ajete kuranore në brenda surës Al Imran që janë përgjigje vetëm për krishterët, vetëm për nesara. Dhe kur thuhet ehle kitab, përfshihen edhe krishterët edhe jahudit. Allahu te bareke ve teala i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: "Thuju të thirrë edhe krishterët edhe jahudit që i kanë në Medinë, ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum." Pasi që pak më herët ajeti paraprak ishte që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me urdhën të Allahut te bareke ve teala i sfidoi ehli kitabët, krishterët, në veçanti i sfidoi që të bëjnë mubahala, mula'ana, që ta mallkojnë njëri tjetrin kush është në hak. Ata se pranon. Tani sfidimi i dytë, Allahu azza wa jalla i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: "Thuaj edhe krishterëve dhe jahudive. Hajdeni ecni ju dy taborët së bashku me neve, që të pajtohemi dhe të bim dakord në një pikë kelimetin sawa'in baynana wa baynakum, me cila është njëjtë edhe të na edhe të ju. Edhe na edhe ju jemi dakord në një pikë caktuar. Cila është ajo? Alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. Që të mos e adhurojmë askënd posa Allahut azza wa jall dhe që Allahut mos t'i përshkruajmë shok. Allahu te bareke ve teala i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: "Thirrni krishterët edhe jahudit, hajde ta bëjmë një marrëveshje dhe tulemi ta bëjmë një kontratë mes neve për një pikë që na gjithë jemi të një mendimit. S'kena dy mendime. Mos ta adhurojmë askënd posa Allahun azza wa jall dhe Allahut mos t'i përshkruajmë shok." Kjo ajet kuranore e nxjerr në mejdan faktin dhe realitetin se në besimin e pasë krishterë dhe ebrej shënohet urdhni prej Allahut azza wa jall
që vetëm Allahut të adhurohet dhe Allahut mos t'i përshkruajnë shok. A thanë krishterët Isa i biri i Zotit, thanë jehudit Uzejri i biri i Zotit, i përshkruajtën Allahut. E vlat, ta'ala Allah me e kulun, Allahu qof larg nga jo që ata e thonë. A kurse në besimet e tyre, brenda Torës dhe Injilit, deri më ditën e sodit, ka citate ku urdhrohen po të njëjtit të adhurojnë Allahun azza wa jalla që Allah mos t'i përshkruajnë shok. E dikur më vonë pas devijimeve dhe falsifikimeve dhe ndryshimeve që ndodhin në librat e shenjta të tyre, has në momentet caktuara që faqja e parë bien në kontradikt me atë që është në faqen ka mesi dhe ka fundi. Në vetë librat e shenjta të tyre. Pastaj thot Allahu azza wa jall: "Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." E thot Ibn Jurayji rahimahullah, thot dhe që ne pajtojmë dhe dakordojmë që të mos e adhurojmë njëri tjetrin, mos ta shenjtërojmë njëri tjetrin. Tek ne nuk ka njëri të shenjtë. Në Islam nuk ka njëri të shenjtë. وَأَلَّا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Që të pajtojmë dhe të dakordojmë, të bëjmë një marrëveshje që njëri tjetrin mos ta adhurojmë, mos ta shenjtërojmë. A keni ndëgjuar në Islam dikujt i thuhet shën filani? S'ka në Islam ashtu. Edhe në besimin krishter, edhe në besimin e pastër ebre, shenjtërimi i njerëzve është i ndaluar. Dhe Allahu te bareke ve teala, i cili e ka shpallë edhe Injilin, edhe Torën, edhe Kur'anin, thot unë juve u a kam shpallë këto parime në 3 librat e shenjta, që gjithë ju e dini se çashtu është, dakordoni në këto pika. Me adhuru veç Allahun azza wa jall, Allah të mos më përshkruajt shok me asgjë dhe njëri tjetrin mos ta shenjtëroni, mos ta adhuroni njëri tjetrin. Mos t'i drejtoheni njëri tjetrit me lutje. Dhe mos t'i nënshtrojeni njëri tjetrin, por se lutjet, adhurimet dhe nënshtrimin t'ja bëni vetëm Allahu te bareke ve teala. Vetëm Allahu te bareke ve teala t'ja bëni një gjë tjetër. Sikurse hasni dhe pyet ndonjëherë xhamati për do tarikate dervishve devijum që janë të njollosën në shirk, që i shenjtërojnë jo njerëzit, madje edhe të vdekurit i shenjtërojnë. E që i quajnë të vdekurit të shenjt, dhe kamuflojnë me kamuflazha dhe kamuflime islame, dhe e fshehin bas devijimit tyre dhe dervishlukut tyre, një shirk dhe shumë bidate tjera që fare nuk kanë bazë në dinin e Allahut te bareke ve teala. Dhe Allahu azza wa jalla thotë: "Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." Të hajdet dakordojmë dhe të pajtojmë në këtë pikë që njëri tjetrin mos ta adhurojmë, mos ta shenjtërojmë. Dhe secili që thirr në shenjtërimin e njerëzve dhe e që thirr në shenjtërimin madje haloma këtë që është në shenjtërimin e të vdekurve, në lutjen e tyre dhe në drejtimin e duave të tyre dhe marrjen e bereqetit nga të vdekurve, këto janë gjitha devijime që bijnë në kundërshtim me shahadetin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Kjo nuk është besimi asnjërit nga imamave të ehli sunnetit. As besimi imam Ebu Hanifës, as besimi imam Malikut, as imam Shafiut, as i Ahmed ibn Hanbelit, as besimi i sahabeve, as i tabineve, as i etbajt tabineve, as i ulemave të
tonë, elhamdulillah, që me vite thrasin xhamatin dhe popullin tonë në tauhid, në njohurinë dhe njësimin e Allahut te bareke ve taala. Dhe ditë fort mirë qëndrimi i ulemave tonë në vendeve tona, qëndrimi i ulemave ndaj lutjeve dhe bidateve që kanë të bëjnë tek varezat, shenjtërimi i tyre apo shumë shirkiate dhe ndalesa tjera që kanë të bëjnë me tyrbet, me varezat dhe kështu me radhë. Zot na ruaj. Kjo ajet kuranor hapta zithret nat besimtarët, madje edhe jo besimtarët, edhe krishterët, edhe jahudit, që mos me i shenjtëruan njerëzit. Nuk shenjtërohet as hoxha. Normal dervisht i shenjtërojnë ato shebabat e vet. Ata kanë besimin e vet se ato e din gajbin, këto janë shirkiate. Gajbin se ka ditë as Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pa e tregu Allahu azza wa jall. Veç kur i ka tregu Allahu e ka ditë. Ata pretendojnë se ato shebabat e tyre, ato dervisht e mëdhej të tyre, se e din gajbin, se e din të fshetën, se xheneti është tek ata, se xhenemi është tek ata. Këto janë gjitha devijime që nuk janë konform besimit islam, që alhamdulillah e promovojnë ulemat dhe hoxhallarët tonë me shekuj në vendet tona. E që është bazë e besimit islam, e cila ndërtohet mbi shahadetin islam, që është deklarata islame se vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atij i drejtohemi me lutje, vetëm atij i bëjmë sejdë, veç Allahu e din gajbin. Pastaj thot Allahu azza wa jall: "Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Subhanallah. Thot Allahu azza wa jall, e nëse këta e refuzojnë një gjë të tillë, edhe pse e dinë se kështu është, edhe refuzojnë, s'ta bën me dije se grupet e devijuara ja kthejnë shpinën të vërtetës. E refuzojnë të vërtetën edhe pse e dinë. Dhe gjithë janë kontradiktor. Mos harroni se grupet e devijuara gjithë një janë kontradiktor. Librat, fillimi i librave të tyre me fundin e librave të tyre, besimin të tyre janë kontradiktor. Nuk janë të një vije, të një metodologjie të shpjegimit të islam. Janë kontradiktor. Ati flasin kundra shirkut, ati bëjnë shirk. Ati flasin kundra bidatit, ati bëjnë bidat. Ati flasin diçka, e bëjnë diçka. Bëjnë diçka tjetër, flasin diçka tjetër. E thot Allah azza wa jall, e nëse këta i shifni se ja kthejnë shpinën hakut të vërtetës, ju thuani atyre: "Ishhadu bi anna muslimun." Tjeni ju dëshmitar se na mbetemi në rrugën e vërtetë të islamit. Se na mbetemi në rrugën e vërtetë të islamit. Pse ju keni lajthit nga besimi juaj i pastërt, e që thret në njësimin e Allahut te bareke ve taala, e që Allahut i përshkruan një shok, e që njerëzit i shenjtëronin, të gjallët e vdekur, jeni dëshmitar në dunjë e në ahiret se na mbetemi musliman, që hecim në rrugën e vërtet, në rrugën të cilën na i ka vizatu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shumë qartë në hadithin e tij, ku e ka bërë një vit, ka thonë kjo është rruga ime dhe këto djathtë dhe të majt këto vijat janë rrugica, që në krye të çdo rrugicës ka një therrës shejtan që thret në devijim, që thret për në xhehenem. Zot na ruaj, mos na sprovon. Andaj Ebu Sufjani radiallahu anhu, para se të pranon islamin, para se mas marrëveshjes së Hudejbjes, para shtërimit të Mekës, shkon dhe viziton mbretin e perandorisë ramake. Dhe përmendim dhe këthiri këtë takim, shkurtimisht e përmend, edhe pse takimi është shumë ma e gjatë. Dhe perandori romak, Herakli i Madh, i thonë, e pyet Ebu Sufjanin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të tregon për prejardhjen e tij, lozën e tij. Tregon për damarin e tij. A dini çfarë lozë ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam?
Pite Ibrahimi a.s. Te Ismaile deri tek ai kur gjohë s'ka asë një majë lafi diçka për namuzin derin e familjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Deri te Abdullah baba i vet, s'ka kur gjohë. Edhe pse kanë qenë në devijim në aspektin imanor, fetar, në aspektin moral, s'ka kur gjohë. Bujaria, fisnikria, bamirësia, ndershmëria, morale, ka qenë do të thotë një gjë e paprekshme në zinxhirin e paraardhësve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Deri në atë saqë Ibrahimi a.s. 3 herë shkon në Mekë veç me ja kontrollu çfarë bashortë ka marrë djali vet Ismaili. Prej Palestinë shkon në Mekë dhe pyet bashortën e Ismailit si jeni, edhe ajo e para fillon mu anku, i thot kur të vije burjot ti thush të ndroje pragin e derës. E shkon për s'dyti, njëjtë. Ismail e kupton temsilin kur i thot bashortja vet ka një plak, të ka bëu selam e të ka thonën me ta çu një emanet, me ta përcjell një emanet që ti me ndru pragin e derës. Thot, sot nuk jem e gruaja ime. E kupton temsilin që babave ti ka thonën të ndalë nga kjo gruaja sepse nuk është gjins me të cilin gjins mundet me fillu një projekt shumë i madh, i cili projekt ka me ndryqu gjithë njerëzimin, projekt që ka me pas emrin Muhammed, sepse pite Ismaili vetëmi pejgamber deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është vetëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pe aty fillon ajo zanafilla. Vjen për s'dytja e njëjta. Fillon mua anku shumë keq, thot edhe këtë prag ndroje. Kur vjen për strejti, kur e shef një zoj që thotë elhamdulillah, e kam burin e mirë, kemi muhabet, kemi ratë nëk, shqyqër kemi edhe një idare, që buri ka shku në gjëjti, me na pruneve, rësk halal me ongë dhe me pi, i thotë, kur të vije buri jotë, ti thuish, ta forcoje, ma fort, që themin ata gozhdoje, edhe një baskit javnoje pragit të deres, se kjo është ajo gruaja me të cilën mund ta fillosh ti atë projekt të madh që dikur ma vonë do të dale dhe do të ninde një Muhammed i cili ka me ndryshu gjithë njerëzimin deri në ditën e gjykimit. Dhe Herakli i madh, këshini pyetjen e parë që ja bën Ebu Sufjanit, ki djali, thot ki buri për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot ki buri, ki pejgamberi që pretendon se është pejgamber, çfarë gjinsi është, çfarë familje është, prej ardhën, si e ka, thot s'ka laf, çfarë morali ka, thot s'ka laf, thot hel ljugadiro, thot a e thënë premtimin ki dënjera, a e thënë lafen, thot jo, s'ban vakia e punë. Thot Ebu Sufjan, edhe pse nuk ishte musliman, ki kishte ardhën nemën të Mekelive me e vizitu perandorin Romak. I thot Ebu Sufjani në transmetim vazhdim, ndrysha të më jape mundësin që ti tregoja halo ma gjërësisht për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se çfarë tipare të mëdha e njerëzore ka, po ta s'ma dha shansën. E thotë Ebu Sufjani duke qenë në aty, në kanakun e perandorit Romak, Heraklit të madh, arriti letra e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që perandori Romak e thret në Islam. Dhe i shkruan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim, në emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Që shumë musliman kanë kompleks bisedimet e tyre dhe takimet e tyre, dhe madje dhe fjalimet e tyre mi fillu me Bismillah. Madje dhe disa raste dhe momente edhe nga muslimanët ndoshta përqeshet dikush që kur ullet me bisedu me thonë Bismillahirrahmanirrahim. Shifeni Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e thret perandorin më të madh të asaj kohe mbi ruzën toksor, perandorin Romak, Heraklin e madh, i thot Bismillahirrahmanirrahim. Thot min Muhammed Rasulullah ila Herakl azimur Rum. Thot nga Muhamedi i dërguari i Allahut. Veç kaq min Muhammed Rasulullah. Nga Muhamedi pejgamberi i Allahut. Deri te Herakli azimur Rum, më i madhi i Romakëve. Kryesori i Romakëve. I thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, selamun ala men ittaba al-huda, paqja qoftë mbi ata që përcjellin dhe pasojnë të vërtetën.
Paqja Allahu qoftë mbi ata që përcjellin të vërtetën, që pasojnë të vërtetën. Me kuptu sidomos na e para se njerëzit edhe nëse janë jo musliman, kur kanë poste, ku kanë pozita, e rendit është që me a respektu atë poste dhe atë pozitë. Shifeni letrën, ila adhimur Herakl, adhimur Rum. Te Herakli, maj madhi i Romakëve, i pari i Romakëve. Herakli s'ka qenë musliman, ka qenë krishter. Dhe Muhamedi s.a.s. e respekton hierarhinë e komunikimit me këtë perandar. Nuk do të vetëm te Herakli, ja i madhi i Romakëve, i pari, maj madhi i Romakëve. Paqja qoftë mbi ata që përcjellin dhe pasojnë të vërtetën dhe udhëzimin. Amma ba'd, fa aslim taslim. Edhe të më pas, pranoj Islamin dhe shpëto. Pranoj Islamin dhe shpëto. Wa aslim yu'tika Allahu ajraka marratayn. Pranoj Islamin e përmend këto Ibn Kathiri këtë letër shkurtimisht ku Muhamedi s.a.s. i ka shkruajtur Heraklit dhe i ka thonë pranoj Islamin, Allahu ka me shpërbly di herë. Ka me shpërbly në këtë dunjë, ka me shpërbly në ahiret. Fa in tawallayta fa inna alayka ithman arisiyin. Edhe nëse ja kthen shpinën kësaj letrës, gjunahi i krejt e risijinve ka me qenë bisupet e tua. Ti ki mu bo sebeb të gjithë ata me deviju. E nëse ti udhëzohesh, ki me marrë shpërblimin e gjithë atinve që do të udhëzohen. E pastaj Muhamedi s.a.s. ja shkruan ajetin kuranor ja ehlel kitabi ta'alu ila kelimetin sawa'in bainana wa bainakum. Me këtë ajet kuranor Muhamedi s.a.s. e thret Heraklin. Pikë ajo i thtar të librit e janë të ulemi e të pajtojme në një realitet që është e vërtet edhe tek ne dhe tek ju, që mos të adhurim askën tjetër pos Allahu te bareke ve taala. Pastaj thot Allahu azza wa jall, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahima wama unzilat at-Taurat wal Injilu illa min ba'dihi. Shifeni kontradiktën. Se delegacionin e Xhranit tek Muhamedi s.a.s. në bisede sipër prej temave që e hapin edhe temën e Ibrahimit a.s. dhe fillojnë të argumentohen dhe fillojnë të thirrën më mirë në faktin që Ibrahimi ka qenë në krishter. Jahudi thanë jo, Ibrahimi ka qenë jahudi. E Allah te bareke ve taala shpall dhe ajet kuranor dhe i tha edhe krishterëve dhe jahudive: o ju i thtarët e librit, si ka mundësi ju që të argumentoheni e që të bazojni e që të thireni në Ibrahimin a.s. kurse të Teurati dhe Injili kanë zbrit shumë ma vonë se Ibrahimi a.s. Nonsens është logjik ti me pretendu se Ibrahimi a.s. ka qenë jahudi, kurse Teurati Musa a.s. janë shumë ma vonë se Ibrahimi a.s. Është jo logjikshme me pretendu se Ibrahimi a.s. ka qenë krishter, kurse Isa a.s. është dërgu pejgamber pak para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E mira vite, shumë shekuj dallim ka mes Ibrahimit a.s. dhe Isës a.s. E fala taqilun, thot Allahu xhela, nuk logjikoni, nuk meditoni hiç. Ai s'ndalni me mendu dhe me kuptu se kërkund se keni mohabetin, askund nuk lidhet argumentimi juaj dhe alibi juaj se Ibrahimi ka qenë krishter apo jahudi, se krishter thonin Ibrahimi ka qenë jahudi, jahudi thonin Ibrahimi ka qenë krishter, thonin se Ibrahimi a.s. ka qenë krishter, jahudi thonin që ka qenë jahudi. Për me bindë Muhamedit s.a.s. dhe mi thonën baba jot Ibrahimi ka qenë krishter apo jahudi, dhe me këtë ty dush mu bo si kur na. E jo këto mu bo si kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thua se biseda dhe polemika është në atë sa du të besojmë në atë që ka besu Ibrahimi a.s.
Apo që du të me besu në shpadhin e fundit, Muhamedi, që është Muhamedi s.a.s. që edhe në Injil, edhe në Tora shënohet se do të vijë një pejgamber që e ka emrin Ahmed. Ata thireshin dhe munduan të thiren në faktin se edhe Ibrahimi ka qenë krishter apo jahudi. Dhe as mes veti së në morën vesht, e as me Muhamedi s.a.s. në Kur'an, në ujdi, edhe që të pajtojnë me realitetin se Ibrahimi a.s. krishterizmi dhe jahudizmi janë dy bota të ndryshme që kur një pikë të përbashkët në këtë drejtim nuk e kanë. Se Ibrahimi a.s. mira vite para ka jetu para Musës a.s. dhe para Isës a.s. E fela ta akilu. Allah zërë thot, a ish nuk mendoni, a ish nuk logjikoni? A ish nuk e përdor një atë logjik, atë mendje, me kuptu se kërkun si keni lafët? Subhanallah, Allahu Azza wa Jalla ngacmon logjikën e shëndosh të krishterëve dhe të jahudive të ndalen e që me gjaftësi të vetëdijsohen se kjo formë e argumentimit thot fare nuk është i bazuar, madje është kundër atyre. Thot Allahu Azza wa Jalla, ha antum haula'i hajatum fima lakum bihi ilm. Falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Thot Allahu Azza wa Jalla, ja ku është rasti juaj ku ju polemizuat me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në çështje të cilat çështje ju keni dituri. Është logjike dhe e pranueshme që ju me debatu me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për çështjet që keni dituri, që janë të shënuara në Injil apo në Taurat. Si ka mundësi ju me debatu me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të argumentojnë e të thirrën në gjërat në të cilat gjëra ju s'keni dituri. Madje jeni kontradiktor me vetveten sikur se ishte rasti i argumentimit tyre me Ibrahimin alayhis salam, sepse fare nuk kishin argumente dhe baza në atë që e thonë në drejtim të Ibrahimit alayhis salam. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu din, Allahu ka ditë, din dhe do të dije, dhe dija e tij është pafund, kurse ju nuk dini. Ju dini vetëm atë që Allahu a ka mësu në raport me feje. Në raport me feje. Dhe Allahu Azza wa Jall debatin e delegacionit të Nejranit mbi argumentet që i kishin librat e tyre e argumenton, e justifikon. Të është e logjikshme ju të debatoni mbi ato argumente që i keni në librat tuaj. Po si ka mundësi me argumentu për diçka, me folur për diçka për cilën s'keni fare deturi. S'dini ju hiç pra. Ju nuk dini, kurse ai që din dhe është i dishmi absolut është vetëm Allahu te bareke wa taala. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Thot Allahu Azza wa Jalla, Ibrahimi nuk ka qenë as krishter as jahudi. As jahudi as krishter. Por se ai ka qenë në fenë e pastërt muslima, i nënshtruar në adhurim të Allahut te bareke wa taala. Ka qenë musliman Ibrahimi alayhis salam. Dhe çdo pejgamber i nënshtruar në Allahut Azza wa Jall ka qenë musliman. Dhe feja islame nënkupton se është feja më e vjetër mbi rrezullin toksor. Sepse secili që është nënshtruar asaj që Allahu e ka shpall është musliman. Sepse fjala musliman, islam do të thotë nënshtrim. I nënshtrohet dhe i dorëzohet asaj që Allahu e kërkon nga robi i vet. E Allahu te bareke ve teala thot në mënyrë direkte se Ibrahim alayhis salam s'ka qenë as krishter as jahudi, ka qenë nga ata që kanë adhuruar veç Allahun dhe kanë qenë i nënshtruar plotësisht ndaj urdhnave të Allahut te bareke ve teala. Çta bën me dije se as krishterët as jahudit, kuptimi i kundërt si rrjedhoi e kësaj nuk kam pasu rrugën e Ibrahimit alayhis salam e as të Musës e as të Isës alayhis salam, ashtu siç duhet dhe siç shënohet në librat e tyre të shenjta. Wa ma kana min al-mushrikin, dhe as se si Ibrahimi nuk ka qenë nga
politeistët s'ka qenë mushrik, s'ka qenë adhurues i diçka tjetër përpas Allahut te bareke ve taala. Inna ulan nasi bi Ibrahim lilladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu. Njerëzit që kanë të drejtë të thirrën në Ibrahimin alayhis salam janë ata të cilët e pasuan rrugën e Ibrahimit alayhis salam dhe ky pejgamber pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ata të cilët pasuan rrugën e këtij pejgamberi. Këto kanë të drejtë të thirrën në Ibrahimin alayhis salam. Pra ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, këto së bashku kanë të drejtë të thirrën në Ibrahimin alayhis salam, se është baba i tauhidit dhe njëshmërisë. Askush për pas tyre s'ka të drejtë të thirrë dhe të argumentohet me thirrjen apo me emrin e Ibrahimit alayhis salam. Wallahu waliyul mu'minin. Allahu azza wa jall është mik i besimtarëve. Allahu azza wa jall në qasinë e tij ka besimtarë të imanit. E subhanallah, kur ti jesh në ndihmën e Allahut azza wa jall, kur ti kesh raportet e mira me Allahun te bareke ve taala, raportet e cilat ndërtojnë mbi tauhid dhe mbi njëshmërinë e Allahut azza wa jall, mos ki dert, vazhdo rrugën tënde dhe vazhdo dhe insisto në besimin tënd. Shumë vëllezër, shumë besimtarë për në fund më pyesin këto ditë pas prononcimeve që kemi tregu se nuk lejohet që muslimane me uru Krishtlindjen, festën e Krishtlindjes, sepse një gjë e tillë është shirk, sepse një gjë e tillë i rënon themelet e Islamit dhe imanit. Dhe kjo është pika ndarëse mes muslimanit dhe krishterët. Dhe pikërisht këtë që e tham unë, kjo thret në respektim të ndërsjellët. Sikur që thrasim dhe gjithnjë këshillojmë besimtarët që t'i respektojnë krishterët, që t'i nderojnë, e që thrasmi gjithnjë bashkëtesë të mirëfillt. Po në të njëjtën formë thrasim në atë që edhe krishterët duhet të pasë mirëkuptim ndaj besimtarëve, ndaj muslimanëve, sepse muslimanëve një gjë e tillë nuk ju lejohet që atyre të urojnë lindjen e Zotit. Te na Allahu zë në Kur'an thot lem yelid wa lam yulad, Allahu as nuk ka lind, nuk është i lindur e as nuk ka lind. Do të më pas parasysh se kjo është vije kuqe që besimtarëve musliman nuk ju lejohet. E nëse dikush prej jo muslimanëve, prej shokëve tonë, prej komshive tonë, kolegëve tonë, e fillon një uratë, urime, festat apo kështu, ja kthen me një lutje të përgjithshme. I thu Zoti na udhëzon në rrugën e vërtetë, Zoti na ruaj nga të këqijat, Zoti na dhash të mirat e kësaj dunjoje dhe të ahiretit. Ja kthen me një përgjigje të përgjithshme që të mos mendojnë ata se na i urejmë, se na nuk i respektojmë apo diçka ndryshe që ndonjëherë mundohen me ja atribu muslimanëve dhe besimtarëve. Na nuk jemi të ngurtë. Dhe na respektojmë dhe gjithherë ju kemi thonë edhe jo besimtarëve, lekum dinukum waliya din. Ju e keni fenë tuaj, ne kemi fenë tonë. Nuk mundet për një festë të fundvitit na ta ndrojmë fejen për me apo qefin një kolegu ton, një shoku ton, një miku ton. Atëherë ato nuk kanë tolerancë ndaj neve nëse nuk na mirëkuptojnë në këtë pikë. Atëherë pala që është ekstreme dhe nuk ka tolerancë dhe nuk ka mirëkuptim, është pala që nuk do të më na kuptu dhe nuk do të më na arsyetu në këtë parim fetar që e kanë muslimanët. Se nëse këtë parim e ndrojnë muslimanët, atëherë jemi bëna krishterë. Kjo është ajo pika ndarëse mes muslimanëve dhe krishterëve. Pikërisht besimi në atë që na si muslimanë e themi se Isa alayhis salam është veç pejgamberi i Allahut. E ata thonë Isa alayhis salam është pejgamberi i Allahut dhe biri i Zotit. Veç këtë laf e shtojnë ato nuk janë muslimanë. Veç me këtë laf. Nëse na ja shtojmë edhe këtë laf, vetes thonë, çka jemi bë vëllezër? Atëherë edhe na jemi bë krishterë. Tash a dëmë me pas bashkëtesë, mirëkuptim, a dëmë me pas asimilim, shkrirje dhe dhunë
dhe akuzim pa bazë. Na gjithë jetojmë këtu, gjithë kemi miq dhe gjithë kemi shok, edhe jo musliman, me cilët bashkëjetojmë, komunikojmë, thotë respektohemi, sidomos për këtë çështje, neve muslimanëve të Maqedonisë, askush s'mundet me na shit tregime dhe filozofi, që na jemi rritë së bashku me Maqedon dhe me krishterë, dhe kur s'kemi pas as urrejtje e as probleme, as keqkuptime në këtë drejtim, ata e kanë ditë se vezët e kuqe të marrna dhe të kryqëzume na nuk i ham dhe nuk na kanë sjell, dhe kanë ditë se na festat krishtere që kanë të bëjnë me krishtlindjet e tyre, na jemi të distancuar dhe nuk na lejohet që këto festa t'u urojmë atyve. Na atyve u urojmë çdo fëmijë kur ju lind, na ato u urojmë edhe çdo gëzim kur e kanë, çdo darsëm dhe festë që e kanë familjare, u urojmë dhe u bëjmë për hajër dhe gëzohemi së bashku me ata. Na u urojmë edhe një petkë të ri ku a shohim në trup dhe themi për hajër të qofshin sa të bukura e paske. Na nuk ngurojmë që me njerëzit t'i ndojmë momentet e gëzimit së bashku me ata. Po ka shumë dallim nga momentet e gëzimit të përgjithshme dhe ka shumë dallim nga një besim i cili është vije kuqe mes muslimanëve dhe krishterëve. Andaj i lusim gjithë besimtarët të jenë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm, jo të ndrojnë anën, jo edhe të shkrihen e të bëjnë gabime fetare në këtë drejtim, jo edhe të mbesin të ngurtë që të mos dinë me dhonë kur një farë përgjigje të asoj urate që ndoshta neve pa dije apo pa qëllim, madje ndonjëherë ndoshta edhe me provokim nga dikush na drejtohet neve muslimanëve, ja kthejmë me një përgjigje gjenerale të mirë, e cila është e dobishme edhe për neve, edhe për ata. Zotin e lutim që Allahu të na ruan dinin dhe imanin. Zotin e lutim që Allahu të i ruan këto vendet tona, vendindjet tona, të i ruan këto vende nga çdo e keqe dhe nga çdo sherr. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Zoti ju shpëlbeft.